që nga momenti kur u shpallën objektivat e Agjendës 2030, të prezantuara si një plan global për zhvillim të qëndrueshëm, ka lindur një narrativ më e heshtur, më e errët, që sugjeron se mund të fshihet diçka shumë më komplekse. Disa njerëz pretendojnë se pas gjuhës së barazisë, drejtësisë dhe mbrojtjes së mjedisit, qëndron një projekt i madh për një shoqëri tjetër, një shoqëri e rregulluar jo vetëm nga ligji, por edhe nga teknologjia, paratë digjitale, identiteti digjital dhe fuqia e përqendruar. Në këtë video do eksplorojmë teoritë, spekulimet dhe frikrat që qarkullojnë online, lidhjet që bëhen mes institucioneve dhe perceptimin që këto ide nxisin te njerëzit. Në zemër të kësaj analize janë bankat qendrore, sistemet e parasë digjitale dhe zhdukja graduale e paras kesh. Sipas burimeve më alarmiste, ky nuk është thjesht një modernizim, është një transformim. Kur paraja fizike zhduket, çdo transakcion bëhet i gjurmueshëm, ushqimet, qiraja, udhëtimet, donacionet, çdo pagesë lë një gjurmë digjitale. Nëse kjo gjurmë lidhet me një identitet digjital, imagjinoni që ky identitet mund të bllokohet, të vonohet ose të kufizohet, dhe gjithçka që ju nevojitet, nga transporti tek shërbimet shëndetësore, udhëtimet, biznesi dhe kredia, varet nga ky sistem i vetëm. Disa pretendime flasin për ID digjitale dhe kriptomoneda qendrore si shtylla kryesore të këtij sistemi, ku qytetarët bëhen të varur dhe çdo lëvizje mund të monitorohet në kohë reale. Në forumet online, dokumente të rrjedhura dhe precedent historik shpesh citohet. Për shembull, disa postime, shpërdar qindra mijëra herë, flasin për propozime politike për eliminimin total të parasë fizike dhe zëvendësimin e saj me llogari qendrore të lidhura me verifikim biometrik. Në disa prej këtyre pretendimeve, momenti i kalimit konsiderohet si një ngjarje globale. Disa thonë kolaps ekonomik, të tjerë katastrofa klimatike ose pandemi. Sipas këtij narrativi, qytetarët do të zgjohen një ditë të papërgatitur, pa mundësi të përdorin kursimet e tyre nëse nuk pranojnë protokollet e reja digjitale. Pastaj vjen teknologjia, ID biometrike, pasaporta digjitale, njohja e fytyrës, survejimi me AI, ndjekja e medias dhe infrastruktura e qyteteve inteligjente. Teoritë thonë se kur identiteti, lëvizja, financat, konsumimi dhe komunikimi digitalizohen dhe lidhen me njëri tjetrin, sistemi ka një kontroll të papar. Sipas komuniteteve online, inteligjenca artificiale nuk regjistron vetëm të dhëna, por mund të vlerësoj pajtueshmërinë e sjelljes, çdo blerje, çdo postim, çdo ndërveprim social mund të ndikojë tek algoritme globale që përcaktojnë besueshmërinë, kredin ose renditjen qytetare. Si shembuj të provave online, ata përmendin incentiva për pagesa elektronike, pilot projekte të monedave digjitale në vende të ndryshme, ide biometrike dhe pasaporta digjitale. Këto shpesh shihen si hapat e parë të një sistemi të madh kontrolli, i prezantuar si komoditet, efikasitet, siguri publike ose përgjigje ndaj pandemive. Një shembull i zakonshëm që përmendet është sistemi i social credit në Kinë, ndërsa realiteti është shumë më kompleks dhe disa pretendime janë të egzageruara. Për shumë teori, ky sistem përdoret si model, lidh sjelljen individuale me privilegje, akses në udhëtime, kredi, shërbime. Sipas narrativave, kombinimi i bankave qendrore, identitetit digjital, njohjes biometrike dhe survejimit e bën teknikisht të mundur përsëritjen ose adaptimin e një sistemi të ngjashëm në vende të tjera. Disa teori shkojnë edhe më tej, duke lidhur tendencat globale të migracionit, krizave dhe reformave të tipit Agjenda 2030 me një vizion më të madh. Sipas këtij narrativi, migracioni masiv, ndryshimet demografike dhe politikat kulturore nuk janë thjesht pasojë e politikave ose ekonomisë, ato shërbejnë si pjesë e një plani të koordinuar për të ristrukturuar populatat, dobësuar lidhjet sociale tradicionale dhe krijuar qytetar më të kontrollueshëm. Disa nga pretendimet më ekstreme flasin për elitën që përdor krizën, pandemit, recesioni, katastrofat mjedisore për të përshpejtuar zbatimin e këtyre sistemeve.
Sipas këtij narrativi, çdo krizë është një mundësi për të avancuar planin. Fushatat e vaksinimit, pasaportat digjitale, kufizimet e lëvizjes nuk janë vetëm masa shëndetësore, por edhe hapat drejt një bode ku liria është kushtëzuar. Identiteti është i centralizuar, paraja e monitoruar dhe lëvizja e qytetarëve e kontrolluar. Dhe rezistenca? Disa online përmendin dokumente të rrjedhura, denoncime ose dokumente të fsheta, ku supozohet se disa qeveri ose institucione financiare kanë diskutuar fazimin e paras kesh, ide digjitale ose përqendrimin e të dhënave. Të tjerët shohin modele, ndryshime të shpejta ligjore për identitetin digjital, fuqitë emergjente në situata krize, bashkëpunim në rritje midis qeverive, kompanive dhe teknologjisë. Disa shkojnë më tutje dhe krijojnë diagrame që lidhin bankat, organizatat globale, infrastrukturën e të dhonave dhe rrjete qeverisëse të padukshme. Nuk dihet nëse këto dokumente janë reale, manipuluar apo të fabrikuara, por ekzistenca e tyre ushqen ndjesinë e urgjencës dhe frikës. Pyetja më e rëndë bëhet, nëse një sistem i tillë do të ishte real, çfarë do të mbetej nga liria? A do të zëvendësoheshin të drejtat themelore, lëvizja, privatësia, anonimiteti, pavarësia ekonomike, me një regjistër, një çelës biometrik, një leje? A do të lejohej rebelimi jashtë profilit digjital? A do të kthehej jeta në një seri aprovimesh, lejesh dhe llogaritje shpikësh, në vend të ekzistencës spontane njerëzore? Ne nuk po themi se kjo do të ndodhë dhe nuk po thyem teoritë si fakte, por ajo që dim është kjo: këto rrëfime ekzistojnë. Ato shpërndahen, diskutohen dhe friksojnë. Ato ndikojnë në perceptimin publik dhe na bëjnë të bëjmë pyetje të pakëndshme. Në një botë që ndryshon shpejt nga teknologjia, globalizimi dhe krizave, cilat janë garancitë për lirinë individuale? Çfarë ndodh kur komoditeti shndërrohet në kontroll? Episodi i sotëm nuk mbyllet me përgjigje, por me paralajmërime. Shikoni me kujdes sistemet e reja të ID digjitale. Ndjekni procesin drejt ekonomive pa para fizike. Analizoni kush përfiton nga përqendrimi i kontrollit mbi para dhe të dhëna. Pyetni, verifikoni, mos e pranoni komoditetin si një garanci të lirisë. Dhe nëse doni të shkoni më thellë, tek fëmijët, sistemi arsimor, planifikimi urban, politikat klimatike dhe kontrolli i mediave, qëndroni me ne për episodin 3, ku do të eksplorojmë pjesët më të errëta të teknologjisë moderne dhe fuqisë globale. Faleminderit që na ndiqni dhe faleminderit që pyesni.